Bota e showbizit shqiptar është zgjuar sot me një tronditje të madhe dhe një dhimbje që ka pushtuar zemrat e të gjithëve. Artisti i mirënjohur dhe shumë i dashur për publikun, Shpat Kasapi, ka ndëruar jetë papritur në orët e para të mëngjesit në Itali. Lajmi i rëndë është konfirmuar nga familjarët e tij, të cilët në gjendje të thellëzie kanë bërë të ditur se Shpati u shua në mënyrë të befasishme, duke lënë pas një boshllëk të pashpjegueshëm. Tronditja është e madhe edhe në radhët e stafit të Big Brother VIP Albania, pasi Shpati pritej të ishte pjesë e edicionit të ri të spektaklit. Përmes një mesazhi ngushëllimi, ata shprehen dhimbjen e tyre për humbjen e artistit që do t'i bashkohej shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke thënë se Shpati do të mungojë si artist, si njeri dhe si shpirt i mirë që gjithmonë sjell dritë. Por mesazhi më rrëqetës vjen nga gruaja e tij, Selvie Jao, e cila për herë të parë ka thyer heshtjen dhe ka ndarë me botën dhimbjen e saj të pamaz. Ajo ka postuar një foto të Shpatit duke përqafuar djalin e tyre të vogël, Roelin, një moment i ngrohtë familjar që sot është kthyer në kujtim therrës. Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë, shkruan ajo. Një fjalë që e zhyt çdo lexues në dhimbjen që ajo ka përjetuar në ato çaste të fundit pranë tij. Selvia shprehet se Shpati kishte qenë i lodhur i stresuar, por i vendosur të bënte gjithçka për të birin. Ai kishte punuar ditë e natë për të rregulluar dokumentet e Roelit në Itali, me qëllim që djali të ndishte logopedet më të mirë dhe të kishte shansin që ata të jetonin ëndrrën e tyre si familje. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat, shkruan ajo me dhimbje, duke e ditur se ky moment gëzimi u kthye brenda pak orësh në tragjedinë më të madhe të jetës së saj. Fjalët e saj më pas bëhen thikë. E le Roelin jetim o Shpat në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty. Pyetja që askush nuk di t'i përgjigjet. Një nën që sot duhet të gjejë forcë jo për veten, por për të shpjeguar një humbje të pakuptueshme një fëmije që ende nuk e kupton se babai i tij nuk do të kthehet më në shtëpi. Selvia tregon se frika e saj më e madhe është momenti kur djali do ta pyesë, ku është babi? Dhe ajo nuk do të ketë fjalë që t'i zbusin dhimbjen. Ajo e mbyll postimin me një lutje të copëzuar, një britëm nga shpirti që nuk sheh më horizont. Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante, por ti më dhe jetë sot në krahët e mi. Pse ma këpute zemrën kështu o jetë? Shpresoj të takoj në xhenet, ashtu siç më premtove gjithmonë. Showbizi shqiptar sot është më i varfër. Muzika ka humbur një zë, familja një njeri të shenjtë dhe publiku një artist që e deshi me shpirt. Shpati la pas këngë, kujtime, buzëqeshje, por mbi të gjitha la një zemër të thyer, një djalë që do të rritet duke dëgjuar sa shumë e deshi babai dhe një bashkëshorte që mbetet me premtimin e tij të fundit, se dashuria e tyre nuk do të shuhet kurrë. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!